Këtë herë do të shkojmë në Tetov, ku sonte do të jepet premiera i burgosuri i katit të 15. Ndërsa do të bashkëbisedojmë me aktorin Burhan Amiti, njerësh është edhe asistent regjie rreth kësaj shfaqje. Pse në dhjetor na kanë dërgu në burg, madje në katin e 15. Përshëndetje. Pse e kanë shkel kush? Aha, po përpiqemi që. Ku ta gjend? Mirë. Do mundohemi të ta gjejmë. Më sill pak regji dhe pamje jashtë, pak do ta shikoj edhe një herë këtë smokun se më Buran tani të na dëgjosh. Po, ju ndëgjoj shumë mirë. Edhe po të shikojmë, qa nuk bëm Burhan të vim të këti, po mjegulla nga Prishtina, mjegulla nga Prishtina dhe në Tetov dhe rrezikshme. Po fillimisht habite me ju sa të kthjellet jeni prej këtyre orëve të hershme të mëngjesit, sepse ne aktorët zakonisht pas orës 11 aktivizohemi. Ne në orën 11 tutje që kemi mesin e ditës, kështu që kalon. Faleminderit. Mirë, të kthehemi pak tek shfaqja apo tek premiera të cilën e keni sonte. Në fund vet zakonisht janë disa komedi që jepën më shumë një atmosferë paksa më relaksuese. Megjithatë, ju keni vendosur një të burgosur dhe atë nga kati i 15. Çfarë po ndodh kështu? Po. Në fakt fillimisht them se sonte kemi provën gjenerale, nesër mbrëm është premiera. Nesër, po. Është gabim teknik i joni në lajmërim, po pastaj kjo është një tragjikomedi, është një dramë sociale, politike dhe komedi mes një çifti bashkëshortor i cili pas shumë vitesh humb vendin e punës burri fillimisht, i cili bën një depresion, fillojnë ato xhelozirat mes burrit dhe gruas. Ju e dini çfarë situate mund të jetë një burr kur ai mbetet pa punë dhe gruaja punon dhe mvaresh nga gruaja. Janë ato situata komike të qasjes së burrit ndaj gjithçkaj brenda shtëpisë. Ndëgjohemi? Po, shumë mirë ju dëgjojmë. Menduam që është momenti i mirë për ta sjellë në skenë këtë shfaqje. Është një projekt me teatrin alternativ Phoenix të Tetovës në bashkëpunim me Teatrin e Tetovës, me Pallatin e Kulturës të Tetovës dhe mbështetur nga Ministria e Kulturës së Maqedonisë. Pse dimrit, është një periudhë kur tani shumë edhe mërgimtar kthehen, ne gjithmonë hasim në kritika në aktorët se gjithmonë kur ata kthehen dhe aktivitetet paksohen, e kam fjalën për stinën e verës kur vërtet në gjitha teatrot pushojnë aktivitetet për shkak të temperaturave të larta dhe tani që është një situatë pak më e mirë, një klimë më e volitshme edhe ajo atmosferike që të mbajmë shfaqje ndoshta edhe për ta që të kthehen, që të kenë diçka edhe ata çfarë të shohin këtu në vendlindje. Pastaj janë edhe disa aktivitete tjera në fakt në Maqedoni, nesër broma kemi edhe në Shkup një premierë, kemi edhe në Struk në teatrin privat Poshka, një shfaqje për fëmijë nga regjisorja Olsa Maze, e cila vazhdon me vite të tëra punon me një grup fëmijësh, shfaqje për fëmijë zakonisht atje. Ne këtu koncentrimin e kemi te shfaqja jonë dhe besoj që jemi gjithë ndalemi për ata të cilët po na ndjekin dhe ndoshta ne kam pak atë kurreshtjen se pse duhet me ardhe me pa domethënë këtë shfaqje. Në fakt ky kati i 15 që po na ngacmon nga pak. Çfarë në fakt paraqet, një gjendje reale apo është gjendje mendore, shpirtërore kati i 15 dhe i burgosuri atje? Jo, në fakt i përfshin të dyja për shkak se është një çift i cili për shkak të zhurmës së madhe të qytetit ka vendosur që të jeton katin e 15, por edhe atje nuk po gjen qetësi. Përveç qetësisë reale të zhurmës së qytetit të veturave, fillon edhe ky ngacmimi psikologjik për shkak të problemit që tham që mbeten pa punë dhe janë në moshë relativisht mesatar dhe është problem. Është një pse duhet qytetarët e Tetovës ta ndjekin këtë shfaqje. Është një temë e cila korespondon shumë me realitetin në Maqedoni, ku sidomos rinia
vuan shumë për qeqen e një vendi të punës e cila duhet kaloj gjithsesi në për filtrat e politikës, në për njohjet politike, njëjtë tema që trajtohet në këtë shfaqje është e njëjtë, plus me një dosë më të shtuar të viteve të personazhit, i cili është rreth të 50-ve, i cili humb shpresën për të gjetë një vend të ri të punës. Depresioni Kati 15 simbolizon edhe një burg që qëndron larg në qiell dhe vëzhgon gjithë situatën poshtë çfarë ndodh në tokë. Ka shumë simbolika edhe mendoj që çdo publik do ta gjenë vetveten në këtë shfaqje për shumë arsye, edhe për arsyet sociale, edhe për arsyet politike, edhe për arsyet kulturore të vendit tonë. Natyrisht është gjendja aktuale, gjendja shpirtërore natyrisht e secilit ku reflektohet dhe paraqitet përmes veprave të ndryshme të artit, por më intereson se a ka shpresa për lirinë në fund të shfaqjes apo mbetet gjithçka e mbyllur, gjithçka në burg? Ne fatkeqësisht jemi detyruar që fundin të japëm një Në fakt do të pyesja a shpëtoi ky apo jo? A mbetim në duart e bashkëshortes? Fatkeqësisht një pjesë më e madhe e njerëzve tanë, sidomos këtu në Maqedoninë Veriore, shpëtimin e gjen jashtë vendit. Edhe një nga problematikat e fundit për daljen nga kjo situatë e këtij çifti është si opsion i fundit mbetet ikja nga ky vend. Është një realitet i cili i dhem çdo njerit për shkak se Tetova është një qytet i cili është zbrazur jashtëzakonisht shumë, jo vetëm Tetova, por shumë qytete të Maqedonisë për shkak të pikërisht këtyre problemeve sociale dhe politike që janë në vend, dhe ne jemi menduar shumë gjatë me regjisorin Fitim Selimi dhe me kolegen ton Sani Bekteshi që luajmë bashkë në çift, si t'ja japim fundin për shkak se artistët dinë shumë shpesh që ti kamuflojnë, ti gjërat ti ndryshojnë dhe t'japën një konotacion më të ndryshëm. Ne jemi munduar t'i japim një pozitivitet, por është pak e rëndë. Fundit në diskutim atë bisedonim pse duhet ne t'i japim një pozitivitet, ndërkohë që vinë edhe politikanë në shfaqje dhe duhet ata ta marrin mesazhin real se në çfarë situate është shoqëria jonë, dhe zgjidhjen më të mirë duhet ta gjejnë ata. Në fakt ka njerë është mirë që gjërat thuhen troç dhe mesazhi të mri ashtu siç duhet i drejt për drejt te klasa politike dhe ata ta kuptojnë shumë më mirë realitetin. Unë kam shumë miq, shumë shok të kyçur në politik, 15-20 vite, dhe ajo që shoh është e tmerrshme që ata shumë shpesh e kanë vërej që e kanë humbur kontaktin me realitetin, me situatën politike, me situatën sociale të shoqërisë. Burhan, po? Të ndërpres pak, keni bërë një ftesë nga këta politikanë këtu në Kosovë apo në Shqipëri, kanë nevojë ta shikojnë për të përcjellë mesazhin e realitetit në fakt? Në Maqedoni ka mjaftueshëm politikan. Politikan që e ndjekin dhe i kemi ftuar dhe besoj që do të vinë. Janë munduar në format ndryshme të mbështesin këtë iniciativë, po ne besoj gjithsesi që do të përcjellim mesazhin, ndoshta do të ftojmë në qoftë se do të jetë këtu ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, i cili mundohet të ndjek evenimentet kulturore gjithandej, po ndoshta do të jetë më e mira që të vim edhe në Kosovë si mysafir i shfaqjes. Unë gjithmonë kam qenë i thtar i asaj që teatrot tona, aq sa janë 5-6 në Maqedoni, 5-6 në Kosovë profesionale, që të shkëmbejnë projekte, çdo premier e Jona të lëviz andej, çdo premier e teatrit të Prishtinës, të Ferizajt, të Gjakovës, të Gjilanit, Prizrenit, e kështu me radhë televizin në Maqedoni. Në këtë formë unë besoj, dhe këtë e kam biseduar gati 10 vite me gjithë drejtorët e institucioneve kulturore këtu në Maqedoni, konkretisht të teatrove, që të marrin një iniciativë të tillë, po edhe me kolegët të mi që janë në postë udhëheqëse në për teatrët e Kosovës, që premierat tona të lëvizin. Në këtë formë edhe ne si artist ndoshta do të ngrisim nivelin profesional duke parë një konkurrencë më të mirë, më të shëndosh, ndërkohë do të shohim edhe çfarë punohet, ndërkohë mendoj që publikut do t'i servojmë edhe një realitet pak më ndryshe të zonave tjera shqipfolse,
për shkak se gjithmonë mendoj që teatri ka qenë ai objekti ose unifikimi i gjithë popullatës. Dhe në këtë formë mendoj që do të ecim bashkërisht gjithë trojet tona me një kaos të përbashkët, me një problem të përbashkët, sepse mendoj që aty po sillemi në njëjtat probleme. Do të keni një peshë shumë të rëndësishme tek spektatorët, ata që do të vinë nesër pikërisht në teatr, sepse jeni dy aktorë, ju së bashku me Sanie Bekteshi. Është pak e vështirë të ta mbani gjallë dy aktorë një shfaqje dhe aq më tepër të merrni dy atrokitjet. Sa është vështirë? Është e vështirë për shkak se shfaqja zgjat apo një orë gjys, por tema është aq aktuale dhe forma e vënies në skenë është aq për tokë e natyrshme. Ne jemi munduar në atë aspektin profesional të ikim asaj teatrales, jemi munduar të jemi pak më konkret që publiku sa më shumë ta gjej vetveten në këtë shfaqje, po kjo na ka ndihmuar edhe neve për realizim. Prap kthehem te tema, është temë aktuale të cilën edhe ne si aktorë kemi ndjejt shumë, na prek shumë sepse jemi pjesë e kësaj shoqërie, kemi familjar shumë të prekur nga kjo problematik edhe na ka ndihmuar shumë. Besoj që ne ja kemi arritur asaj që duam. Dhe jeni gati, po besoj, jeni gati që premierat të... Në fakt ne kemi qenë gati para 2-3 ditësh, po për shkak të ekzistimit të një sale në Tetov, e cila është në Pallatin e Kulturës, ku funksionon edhe teatri, edhe aktivitetet tjera, dhe gjithmonë kështu përpara festave është një farë krize se kush do të rezervon sallën, si do të organizojmë aktivitetet, 2-3 institucione me një vend, dhe për shkak të kësaj ne kemi shtyr premierën edhe 2-3 ditë, ndërkohë që para 2 ditësh ishte premiera tjetër e teatrit të Tetovës, dram për të qeshur, gjithashtu një që pasiononte një realitet të shoqërisë sonë, e cila nesër paraqitet në festivalin e Preshevës, ndërkohë që ne nesër kemi premierën tjetër këtu, kështu jemi munduar të organizohemi me hapësirën. Ndërkohë që Tetova ka filluar të gjallërojë 2-3 ditët e fundit, janë kthyer shumë mërkimtar dhe presim që ndoshta gjysma e spektatorëve do të jenë mërkimtar, për shkak se nga përvoja po flas, gjithmonë shfaqjet që i mbajnë përpara festave arrin të grumbullojnë një numër të mërkimtarëve të cilat kanë mall që të vinë të ndjekin evente kulturore këtu. Le të shkojë siç keni menduar. Mbar dhe mirë. Dhe ndoshta edhe më mirë. Suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit për kujdesin, faleminderit për gjithë mundësinë për të shfaqur punën tonë, për të njoftuar opinionin. Unë ju uroj shumë suksese, ditë të mbar mua dhe juve pas ditët të katshme, sepse ju keni mbaruar ditë. Faleminderit dhe njerë, suksese natyrisht.